Përshëndetje. Përshëndetje Altin, Nikoj dhe të ftuarin në studio. Atëherë, po e nisi me njëherë me Ernest Muçin, i cili trazoi tifozët e Trabzonsporit, pasi Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi dëmtimin e tij në Valencia. Faktikisht, mediat në Turqi kanë publikuar së fundmi lajme, duke thënë se nuk ka asgjë për të shqetësuar të Trabzonspori, pasi Muçi pritet të jetë i gatshëm që në ndeshjen e radhës. Në ndeshja e radhës është më. Domethënë çfarë do t'rregoj kjo tani që është fake? Muçi edhe mund të ka ikur nga Silvinho, domethënë ç'ai bie? Muçi dhe mund të jetë ruajtur për shkak se ndeshja e radhës është shumë e rëndësishme sepse Trabzonspori përballet me Galatasarajin pikërisht në 4 prill. Kur do jetë ndeshja? Që është 4 prill, e para. Domethënë është rregull thon ata. Patjetër në Turqi Po deklaratat thoshte ndryshe. Po ka ikur nga Silvinho, nuk do. Po pse kanë nxjerr FSHF, më me Lërtiki apo që ta ruaj? Ka dashur mënyra për ta justifikuar, e kanë thënë që kanë gjetur një mënyrë diplomatike që mos thonë që ky nuk do të prish. Po demanton ky informacion apo? Ja e ka bërë mirupafshim Silvinho. Po pra se e nxorën Turqit. E nxorën Turqit. Tash më keq. Po nuk e di pra, dakord pra. Okej, ecim me Emanuel. Për të mbetur te lajmet e kombëtarëve shqiptarë, interesant është fakti se Arber Hoxha, i cili shënoi në Poloni, mund të luajë pikërisht aty sezonin e ardhshëm, pasi Wisła Łódź është i gatshëm të paguajë 5 milionë euro për kartonin e tij te Dinamo e Zagrebit. Bëhet fjalë për një transferim i cili do të konkretizojë në ver, por do të konkretizohet vetëm nëse klubi polak qëndron në elitën e futbollit. Pra, ky është kushti që ka vendosur vetë Arber Hoxha për të transferuar tek Wisła Łódź. Wisła Łódź ka treguar se është një klub i cili i pëlqen lojtarët shqiptar, pasi aty luajnë dhe Lindon Selaj, Julian Sheu dhe po ashtu Andi Zeqiri. Për të mbetur sërish tek kombëtarja, kemi një lajm mjaft të mirë nga Italia, pasi Luis Hasa ka vendosur që të largohet nga Italia ku ka luajtur me ekipet e moshave dhe të përfaqësojë Shqipërinë. Ku luaj, çfarë pozicioni i bie në qendër? Është një mesfushor, po. Është një mesfushor qendre i cili aktualisht luan i huazuar te Karareze në Serinë B dhe ka bërë mjaft mirë. 6 apo 8, është fantazist apo shkatrus? Po si shkatrus Silvinho se fut. Është luan në qendër të mesfushës faktikisht numër 8 Silvinho. Po s'është do. Mbaroi Silvinho, domethënë. deri në korrik e kemi. Okej, ecim me Emanuel. Emanuel. Për një lojtar duhet thënë që e kemi kërkuar prej kohësh, por zillte të luante për Italinë e moshave, ndërsa ky ndryshim vjen në moshën 22 vjeçare. Okej. Për të kaluar edhe tek Medon Berisha, i cili ka mbyllur sezonin, pasi u operua, ishte një operim me sukses i njoftuar nga Lecce, një sezon i cili nisi në mënyrë më të mirë për Berishën, por që u prish nga muaji dhjetor kur erdhi dëmtimi i parë dhe në mars këtë muaj kur erdhi i dyti. Ndërkohë, për të treguar edhe 2 lajme nga bota, në stadiumin Azteca të Mexico Cityt, po përgatitej ndeshja e Meksikës me Portugalin. Ishte një ndeshje miqësore e cila nisi me një tragjedi pasi një tifoz nga Meksika ndërroi jetë. Ky stadium konkretisht do të pres ndeshjen e parë të botrorit 2026 dhe ka ngritur shumë pikpyetje. Mediat dhe autoritetet lokale kanë treguar se tifozi ishte i dehur, ndërsa ra nga një kat i sipërm i stadiumit, i cili kishte 20 muaj që ndërtoi dhe kishte ndeshjen e parë pas këtij rinovimi që po bëhej. Okej. Ndërkohë pikpyetjet janë pikërisht pra për sigurinë dhe për shkak se një ndeshja miqësore u luajt siç ishte programuar dhe nuk u anullua. Sa i përket Kosovës, doja të konfirmoja që shuma që do përfitojë direkt nga FIFA është 9 milion euro. Kjo shuma që përfiton çdo klub që merr pjesë në botrorin 2026, ndërsa do t'i vlejë edhe për lojtar si Fisnik Aslani, i cili këtë javë u përmend për një transferim shpejt të themi, por për një interesim të klubit të Barcelonës. Ishte bukur në fakt se Poloni doli njëri zbathur atje, thoshte kombëtare luti zbathur, thoshte, ishte në rrugë dhe kemi edhe të filmuar aty Emanuel. Ishte i paknaqur me lojën e kombëtarëve. Çudi e madhe ishte. Faktikisht duke si një ndeshje se për kombëtaren tonë. Ishte i kënaqur nga ndeshja. Jo më dakord, po them. Po. Për kombëtaren tonë duke si një ndeshje pasi polak. Okej, për ta mbyllur Emanuel. Dhe lajmi i fundit është
i së dielës sërish trajneri i Rumanisë Mircea Lucescu, i cili është dhe trajneri më i vjetër në historinë e përfaqësueseve, pësoi një kolaps në stërvitje, ndërsa Rumania po përgatitej për sfidën me Slovakinë. Janë dy ekipe të eliminuar nga gjysmëfinalet e play-offit dhe Lucescu ishte nevojshme të transportojë menjëherë drejt spitalit, ndërsa ky duhet thënë që është dhe viti i fundit i tij me Rumaninë. Qartë, okej. Mirë, pra. Jemi në fund, ta mbyllim. Emanuel Locit falenderoj për gjithë informacionet, natyrisht sepse ka pasur dhe zhvillime sportive. Nikol? Jemi gati për të lënë takimin ton javën që vjen dhe por ti falenderoj edhe ftuarit, po. Ftuarit që janë në studio. Faleminderit shumë. Bashkim Tufa, Dabulla, Zhuba, Faleminderit juve. Krasniki i Novamat si gjithnjë pranë nesh. Ne lënë takimin ton sërish ditën e tjetër. Okej. Deri javën e ardhshme ju të kaloni shumë bukur. Përshëndetje. Natën e mirë.